nuk jam nga këta njerëzit, bashorti im është. Nga këta njerëzit që thonë, mësoje një herë, prit një herë ta bësh mirë, bëje 5 herë pa e postuar, pastaj postoje. Unë nuk jam nga këta dhe mendoj që kjo ka funksionuar. Unë kam nxjerr video në YouTube edhe që kanë qenë super spontane dhe të paprera fare dhe njerëzit i kanë pëlqyer dhe i kanë parë deri në fund. Kështu që mendoj që nëse do ta bëja ndryshe, më të skeduluar, më me skript, nuk do funksiononte, kështu që nuk do të ndryshoja asgjë. Thjesht unë që në fillim mendoj që kam pasur benefitin që nuk kam pasur një shembull. Sepse po të kisha një shembull, mbase do mundohesha ta imitoja në subkonsciencën time, duke e parë më të suksesshme, do mundohesha ta imitoja si shembull dhe nuk do funksiononte siç ka ndodhur më vonë. Pa dashur që të tregojmë kështu me modesti më të madhe, po ka ndodhur më vonë që ka pasur youtuber e pas meje dhe nisnin për shembull fjalin si unë, e vazhdonin paka shumë si unë, e mbyllnin si unë. Për mua nuk ka asnjë problem, domethënë s'ka pasur asnjë problem. Por kjo gjë dallohet, kur u dalloj unë, një individ tjetër që është ndjekës im